Mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi së bashku në emisionin Pusho Shqiptarqe. Shpresoj të na keni ndjekur gjatë transmetimeve tona, edhe pse ka qenë stina e dimrit, ne vazhdimisht kemi sugjeruar udhëtime të reja, mjaft interesante, duke na dëshmuar se Shqipëria dhe jo vetëm Shqipëria për gjatë gjithë vitit mund të bëhet turizëm, ka vende mjaft interesante me kosto relativisht të arsyeshme për të gjithë ata që duan të pushojnë shqiptarqe, por her pas here në transmetimet tona jemi munduar që të sillim edhe vendet fqinje për të treguar tek shqiptarët, motrat dhe vëllezërit tanë atje ku jetojnë që ka mundësi të pafundme argëtimi për të vizituar vende apo dhe për të bërë pjesë e fesës së tyre. Siç ishte rasti i karnavaleve kore që u organizuan në Tuzë. Dhe ne do të vijojmë me udhime të tjera në distanca kësaj radhe jo të largëta. Ne dëshirojmë të shijojmë ato vende që i njohim, por mendojmë që duke parë 2-3 gjëra të këtyre vendeve ne i kemi njohur ato përfundimisht. I tillë është Ragami. Në Ragam kemi vizituar kush e di sa herë vende të ndryshme turistike. Kemi lundruar në brigjet e Gurit të Zi, pra në brigjet e liçenit të Vallt të Dezë dhe kemi parë ishullin e Shurdhaut, shtellën e Pllumbave, kemi bërë të gjithë lundrimin që na lidh nga Ragami deri te kura e Komanit dhe më pas kemi vazhduar pasaj te Lumi Shalës. Por kësaj radhe do qëndrojmë sërish në Ragam, sepse Ragami vazhdimisht të befason me bukuritë e tij. Bujtina Ragam, nuk e di nëse keni vizituar ndonjëherë, është çelur për herë të parë në vitin 2024, ka një histori shumë të veçantë. Një kull e cila para se të shembej u ideua, u restaurua dhe doli një bujtin fantastike. Ne do të rrëfejmë këtë histori se si një kull arriti të bëjë bujtin, por njëherë është edhe historinë e pronarit të saj, Florian Ahmataj, i cili bën jetë të ndarë midis New Yorkut dhe Ragamit. Çfarë ndryshimesh mund të bëhen në një kull dhe se si mund të kthehet ajo në një bujtin të mrekullueshme, ku ne kemi parasysh një bujtin, jo vetëm akomodimin fjetën në një dhomë fantastike me një panoramë të jashtëzakonshme, por duam të sillim edhe traditat e zonës, gatimet tradicionale, shtigjet apo eksplorime që mund të bëhen rreth kësaj bujtine. E sillim në vëmendjen e të gjithë teleshikuesve duke nxitur një herësh të gjithë ata që jetojnë jashtë kufive shqiptar, që me mundin dhe djersën e tyre kanë arritur të krijojnë një kapital që në vendlindje kanë një kull dhe të mos e lënë atë të shëmbet, por ta transformojnë, ta kthejnë atë sa më funksionale, një anë shumë pozitive jo vetëm për pronarët e tyre pasi mund të sigurojnë të ardhurat, por nga ana tjetër zhvillojnë turizmin në vend dhe kanë mundësi të pafundme për të punësuar dhe ata që jetojnë pikërisht në vendlindjen e tyre. Ndiqni këtë reportazh shumë të këndshëm, kam përshtypjen që do frymëzoni, jo vetëm thjesht duke parë recetën, apo duke parë një shteg, apo duke parë një breg të liçenit të Vallt të Dezë, por duke ndërmarrë një udhtim për të shkuar deri te bujtina Ragam, e cila është vetëm 12 kilometra larg qytetit të Shkodrës. Pra për 20 minuta, 15 minuta dikush që vrapon. Rruga është relativisht shumë e mirë, por shihoni dhe udhimin gjatë destinacionit për të mbërritur nga Shkodra deri në Ragam. Ndjekim të reportazh të këndshëm dhe qëndroni me ne pasi sërish do të kemi një bujtin tjetër, një bujtin që është ndërtuar në këmbët e një ure, po ku mbetet surprizë. Ndjekim reportazhin e parë dhe rikthehemi në studio për t'ju zbuluar dhe bujtinën e dytë. Njeriu e gjen paqen shpirtërore në bukuritë të tilla të natyrës, ku fshati turistik Ragam i ka me shumicë. Do e konsideronim një ndër fshatrat më të bekuar, ku bujaria e Zotit tregohet përmes ndjesisë që t'jep kjo parajsë e vërtet. Dhe nuk është vetëm natyra, kryefjala e këtij vendi, por njerëzit mikpritës e punëtor. Kthehemi vazhdimisht tek ta me reportazhet tona dhe gjithmonë Ragami nuk shter duke na ofruar histori të reja, plot mesazhe, ku mes tyre dominon lidhja e fortë e këtyre banorëve me vendlindjen. Në bujtinë Ragam, kjo është vizita jone e dytë me kamrën tonë. Ishim këtu në vitin 2024, kur ajo u inaugurua dhe kurreshtja për ta parë në ndryshimet e saj na solli këtu. Po, si ka ecur puna për një viti? Se kena pritur atë fluksin e këtë në
turiste po vizitojnë këtë. Kush e vlerëson më shumë? Cila kategori e turistëve? Kategoria gjermanëve. Gjermanët, Po, pavarja. Gjermanë. Ishe kudo në Shqipëri, ata më vëdhin parë, mirë se ma thua një gjë kështu gjermanisht. Alles gut, guten Tag. Aman, hajdeni se ju kemi shumë të mirë. Vjen në Franca. Franca? Po, Franca? Po, Franca. Parlez-vous français? Po. Franca. Zvicra. Zvicra. Po, edhe janë në pjesë, domethënë Shtetet e Bashkuara edhe Anglia, domethënë që kanë. Po, si doli emri çekëve fare, çekët ishin dikur. Vin. Vin Po shumë rrallë. Se dikur ata mbanin vendin e parë. Okay, ata po spati raki, këtu ka raki. Ka. Për raki vin ata. Dhe vin këtu. Zakonisht çfarë kërkojnë kur vinë gjermanët? Edhe francez nuk kanë si se s'pojnë dajmo. Domethënë përshëndohen të pjesat e pronimeve të jo, që janë zonës, domethënë komplet dëshirë të produktet e perimet, mishi. Vinë me makinat e tyre apo vinë me sprinter ose kampri për momentin? Zakonisht vinë me makina, domethënë që morrin me qera kur vinë në aeroport Merinas. Për fat të mirë sot gjejmë dhe pronarin e saj, zotin Florian Ahmataj, i cili bën jetë ndar mes New Yorkut dhe Ragamit. T'ja kujtoj të gjithë rishikuesve atë iniciativë që sot propagandohet me të madhe, jo paketa e maleve, jo t'i kthejmë shtëpinë në Bujtina, ti dole pararoj dhe e bëre vet, pa të thënë qeveria se çfarë do bësh. Me të vërtetë që është i vend që t'len pa fjalë. Fyrin, ko ujin, ko malin, ko bora që kap cukalin. Është vërtet. Kjo kultu i shkon kësaj pamje. Po patjetër që po dhe kullurit e fortë, shumë e fortë që i ka rezistuar. Sa vjeçare është shkolla? Shumë vjeçare. E ka kaluar 100? Fasi. Do të ketë kaluar 100. Në rrugtimin ton disa vjeçar me emisionin Pushosh Shqiptarçe, vazhdimisht kemi evidentuar rastet kur lidhjet me vendlindjen janë të forta. Të rinj që largohen herët për një jetë më të mirë, por rikthehen duke kontribuar në vendin e tyre. I kanë lindur këtu, janë rritë mba deri në moshën 17 vjeç që kam rritë. Pastaj kam ikë, kam marrë 20 vjeç që janë në Amerikë. Edhe si janë vitet bajnë, si janë edhe tu rritë të mënu për vendin. Që në hyrje të Bujtinës ti do të lexosh fillimisht historikun e këtij vendi dhe ja çfarë mëson çdo vizitor këtu. Bujtina Ragam, Agroturizm 2024. Bujtina është një prej kullave të fisit Ahmataj, e konkretisht kulla e Zefhil Ahmataj. E njërit nga 3 vëllezërit që ishin Nush Gjin, Tom Gjini dhe Hil Gjini. Bujaria, fisnikëria, mikpritja dhe burrnia e këtij fisi njihet në çdo skaj deri në Gjakov të Kosovës. Ky fshat ndodhet në rrugën që vjen nga Gajtani për të kaluar në Sheldi. Po kështu në këtë fshat, përshkohet rruga ujore dhe këmbësore që të çon sot në fshatin Mazrek pas krijimit të hidrocentralit të Vaudejës. Nga dokumentet zyrtare të kishës, emri Ragam nuk gjendet i shkruar, por vetëm emri Kryethi. Ndoshta shkaku është lashtësia e kësaj lagje, gjithmonë dele shkruar me famullin e Sheldis në relacionin e lartë përmendur të vitit 1702-1703 të Monsignor Vincenzo Zmajevç, mbasi thuhet për numrin e shtëpive dhe të banorëve të Sheldis, thuhet edhe ndërsa Kryethia kishte 4 familje me 37 persona, plus 5 familje myslimane me 56 persona. 40 vjet më vonë, në 1745, në kronikën e një tjetër vizite baritore, thuhet se Kryethia bashkë me bënin pjesë në famullinë e Sheldis dhe që jetonin në varfëri. Kryethia numëron 7 shtëpi katolike dhe 43 frymë. Ka shumë mundësi që këto familje të kenë ardhur nga Sheldia. Fisi i parë, që nuk ka ardhur nga Sheldia, por nga zona e Dushmanit, lagja Vasaj, ka qenë Delia, ku dëshmon akoma lashtësia e mullirit të tyre në Gjogjë. Pas tyre vijnë edhe familje të tjera katolike nga Shllaku që do të formojnë lagjen Lecaj. Pas disa vitesh, rreth viteve 1850, vin nga zona e Karmës, fisi Ahmataj, me ardhjen e besimtarëve katolik nga zonat e lartë përmendura, lind nevoja për ngritjen e kishës së këtij fshati, punimet e së cilës filluan në vitin 1939 e përfunduan në vitin 1941. Mesha e parë u kremtua nga Dom Ndrezadea, më 29 shtator, për ditën e fesës së Shënhillit, toka në të cilën u ndërtua qela, shtëpia e priftit dhe murgeshave, qendra e famullisë u dhëruan nga fisi Ahmataj. Bujaria e fisit Ahmataj mbahet mend ndër vite. Një qetësi dhe emocion të jetë veçantë përjeton teksa qëndron në Bujtinën Ragam. E kaluara u harmonizua me të tashmen këtu.
Kush është në Amerikë ka një mall shumë më të madh, Shumë më të madh, shumë më të shumë madh më të se madh se Shtatë e ta- Europës, se po na patjetër. bëjnë xheloz Shtatë e Europës. Patjetër. Okej, pra ti ke shkuar në Amerikë, ke 20 vite atje, puna që bën atje? Mërti. Okej, kështu që ti e pe edhe me syrin e ndërtimit, Po, jo vetëm me normal. mallin me vendlindjen, po the unë Normal. ndërtoj. Kjo shtëpia erdhi duke gradualisht nga vjetërsia, duke e humbur fuqinë e saj. E të mendosh se dikur këtu jetonin 13 veta në një familje patriarkale, ku fjala e më të vjetërve ishte ligj dhe familja bazohej te respektimi i traditave të hershme. Por çfarë thot historiku që lexojnë vizitorët mbi fatin e kullës? Kjo kull e Hilxhinit Ahmataj i trashëgohet të vetmit djalë të asaj shtëpie Zefit. Zefi u trashëgon 2 djemve, Rokut dhe Gjushit. Për disa vite, kati pari kullës u përdor si ahër, streh për bagtit dhe kati dytë si objekt i banimit. Me rritjen e numrit të individëve në familje dhe modernizimi i jetës, lind nevoja e braktisjes së kullës dhe ndarjes në disa shtëpi të reja pa aty pranë. Kulla mbetet përsëri e pandar për pasardhësit e Zefit, edhe pse pjesa e Gjushit i trashëgohet djalit të vogël Florianit nga 4 fëmijët, Hila, Arbeni, Floriani dhe vajzës Ledi. Nga fenomeni i emigrimit, Floriani shpërngulet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pse shumë interesoi për vendimin e tij, ku dhe më pas se bleu edhe pjesën tjetër të kullës që i përkiste djemve të Rokut. Ngritja e hidrocentralit të Vaudejes e favorizoi shumë këtë zonë, duke i dhënë bukuri dhe shumë përparësi. Duke parë zhvillimin e zonës dhe rritjen e turizmit, Floriani mendon që kullën e braktisur ta rikthejë në një bujtinë të vogël bashkë me një restorant që plotson nevojat e bujtinës. Floriani bashkë me bashorten Alma, po e lindur në Ragam, investoi në këtë kullë, duke e rikonstruktuar nga viti 2023 dhe duke e transformuar në këtë bujtinë në vitin 2024. 13 veta në këtë shtëpi, po kështu kanë pas qëndru dikur familje dhe Me mbajtje dhom. patriarkale. Me një dhomë aty Me një gjithë dhom. bashkë. Pastaj u rritët dhe zgjodhët rrugët e emigrimit 17 vjeç shumë herë ke nisur. Dhe gjatë punës në Amerikë, duke qenë edhe i fushës së ndërtimit, edhe malli bëri të vetën, të bëri që ti të ktheheshe këtu, jo me banime dhe për të vazhduar jetën, por të mendoje ndryshe për shtëpinë. Çfarë gjendje ishte ajo kur ti mendove ta ndryshosh, ta tjetërsosh? Ishte në gjendje që mendimi që po të kishte ajo pak vite kishte shem, ishte rama. Komplet. Ajo ka kënë fjalë pika që o me riparu, ose me në shemet edhe me hub kujtesat e fëmisë, që Po, kanë sepse kënë është vetë. fëmiria që e rritur këtu. Fëmijëria. Floriani në çdo hap të hedhur drejt dhënies së jetë bujtinës është mbështetur nga bashortja e tij Alma, edhe ajo bie Ragamit. Prej shumë vitesh jetojnë në Amerikë, por është sfidë e madhe një jetë e tillë, pasi nuk ndihen gati ta lënë jetesën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku dhe fëmijët ndjekin shkollën. Teksa shihte kullën të rënohej, kushëriri i tyre, Alfred Ahmataj, ju sugjeroi ta kthenin atë në bujtinë dhe ja ëndra u bë realitet. Ju e nisë fillimisht restauruat lehtësisht kullën, Pa. pastaj i dhat një formë bujtinës u që ata që do vinin këtu të shijonin një jetë në bujtinë, siç e ofron zona dhe Ragami ka të gjitha kushtet. Klimën po, natyrën po, ushqimet po. Njerëzit që i ka të mrekullueshëm dhe kjo ka qenë një nga arsyet që dhe më përpara Ragami është frekuentuar nga vizitorët, por ky tregues të nxit edhe ty që të bësh një bujtinë. Përpara kanë qenë ditore, ose Po, ditore. me orë kanë 2-3 orë kanë ikë se s'ka pas ku me fjet. Ku me fjet. Dhe ne kemi ndryshuar tashmë strukturën e bujtinës, pra nga i restoranti vogël këtu krejt në harmoni me natyrën që ke lezet me këtë pamje të mrekullueshme që ka përballë, edhe ajo kuzhina e mrekullueshme që ne her pas here kemi dëshmuar në emisionin tonë, ti mendoj që mos të vim për një ditë. Pa, kjo është ideja. Të vim pak më gjatë. Dhe ajo kulla tani, ju vini një herë në vit, dy herë në vit. Ato dhoma hapen vetëm një ditë ose një javë, sa rrimi ju aty dhe pastaj ato qëndrojnë të mbyllura. A nuk do ishte më mirë që shtëpia të merrte jetë? E nëse kulla ka marrë një imazh të admirueshëm me një restaurim perfekt, në harmoni të plotë me natyrën dhe funksionale, le të shohim ambientet e brendshme të saj.
Këtu janë të dhoma, tani kam një relaksim, sa hyra brenda thash, do vi një aftë këtu. Si duket? Shumë e rehatshme. Shumë e rehatshme. E ndjej tamam që jam në Ragam, jam pra parë. Pra nuk e pash në konceptin e luksit mirëqenies, por e pash në konceptin e traditës. Po e kana. Këtu gjen qëllimin, që është i zonës. Këto për i fshatit. Po, për fshatit. To i kanë nda, po. Qëllimi i fshatit, më merr mendja 30 vjet që është bën. Pra gjë origjinale, pra nuk e nevojë të bësh pelushin, tapetat, jo. Mund pëlqejnë të gjanat e vjetra. Dhe është antrenua shumë mirë, një kull, nuk do i shkonte për shembull gips, pjesa lart. Pra këtu kemi drasën, drurin, që edhe aromën e ndjenë, sa gjë e bukur. Aroma e gurit, aroma e natyrës, peizazhi një herë. Elementet e traditës u kujtojnë zonën në cilën ti ke zgjedhur të pushosh. Punimet e të zjaut i kanë hije kësaj zone, sa tradicionale aq edhe romantike. Pujtina ka 6 dhoma, prej të cilave 2 në formë suitash dhe 4 të tjerat familjare. Të jesh në këtë dhomë, të zgjohesh në mëngjes ose dhe mbasditë të presësh perëndimin me këto 2 kanapet e hapura kështu, Ka një është një mrekulli. Sa shumë bukur. E vlerësojnë vizitorët? Shumë. E pëlqejnë këto E gjëra. pëlqejnë shumë. To vera është e bukur, pranvera, tona stin domethënë janë shumë bukura. Edhe tani Edhe dimër s'ka gjethe fare, unë vetëm uji, malet që kam përballë, për mua është magji më vete. Dhe zjarrin e ndezi këtu. Po, edhe zjarmin të mundi me ndez. Pra një natë romantike, Ju pëlqen. gjithë kulla sa dhoma ka. 6 dhoma. Ka 3 6 net, dhoma. po, 3 net, 3 poshtë. 2 dhomat janë në cep të kullës janë për çifte, ka kushtimin? Po, për çifte. 2 dhomat anash janë për çifte, kanë kuminin të dyja dhomat. Pra ka dhe ajo po. Oxha, po. Sa bukur kumin, është ti? po. Këtu zona i thot komin? Po, kumin. Unë i tham shto. E mësova por dhe këtë fjalë, kominet e më. Po. Oh, bukur, okay, mësova dhe këtë fjalë. Ndërsa 2 dhomat anash, kurse e midisme ka vetëm familjaret. Po. Qetësia absolute, po, kështu është qetësia gjithmonë këtu? po. Wow, fantastike. Prandaj unë doja sugjeroja të gjithë atyre që ne nganjëherë për të gjetur këto dhoma të tilla, unë i bëjmë 500 kilometra, 400 kilometra. Ne jemi vetëm 12 kilometra larg qytetit të Shkodrës. 15 minuta ndoshta? Aq, 15 Pa minuta. thëmë se se po. Rruga është për të ardhur deri këtu, kohën e kam të kufizuar, sa ose bëjnë nga 2-3 punë njerëzit, po ama të dielën e kam pushim. Tani të dielën, nëse ai bën 500 kilometra për të shkuar për të gjetur kushte të tilla, një panoramë të tillë, do vi ditën e hënë i lodhur dhe raskapitur. Ndërkohë që mund të vi 12 kilometra larg qytetit të Shkodrës, 15 minuta me makinë deri këtu, shkëputesh totalisht nga jeta e zhurmshme që kanë zonat urbane edhe vjen në këtë parajs fantastike. Janë përshtatë zakonisht shumë me vendin edhe me ambientin. Masanai ka se ka është pjesën e shfrytëzimit, do të thonë që mund të shkosh te liçeni, shkon në Lahen vin. Sa gjatë rrin? Jam shumë kurioztare. Shkon deri në 7 ditë. Deri në 7 ditë? Po, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Si mos Pra jo ai kalim, si që jo, vjen nuk është vetëm i natë, ndoshta edhe vin për natë, të mashtoj dhe natë tjetër. Po, jam shumë kurioztare. Ka nga ata që kanë ardhur një herë, po ka ardhur prapë. Që u dashuru pastaj. Kanë ardhur. Edhe shqiptarë kanë ardhur. Domethënë pjesa Tiranë, Saranda, Vlona, Durrësi. Si doli emri Shkodrës në këtë listë? Shkodra e se i kanë ardhur. E kanë ardhur, po aty e kemi. Është shumë belakur se e kemi aty. Shkoj me flemë të shtëpisë. Ah, kështu që shijoj drekën ndoshta. Drekën vin, fundjavësh vin. Edhe gjatë kohës, po domethënë vera është edhe narkume për arsye të migrantave, zonave se vin më shumë. Por turista ka pas shumë. Pjesa në fillon maj deri te tetor, gjysmë tetor. Kur je në Bujtim, bëhet një alternim mjaft i mirë i qëndrimit në ambientet e brendshme të saj me atë që të ofron natyra këtu. Përveç lundrimit që pritet së shpejti të rrisë fluksin e tij, mund të eksplorohen zona përreth. Ragami quhet për vendet historike, ishullin e Sardës, apo dhe shpellën e Gajtanit, shitën e Hajmelit në distancë të afërta prej këtu. Mund të bëj dhe eksplorim te kjo zona këtu, se shoh që relievi nuk është i ashpër. Ja, nuk është i ashpër shumë, ecet, pra mund të ecet. Pjesë, po, është edhe fshati Sheldia, mos ne vjen fshat në atë Mazrreku,
kena ishë unisore e shkojmë me varg, domethënë këtu. Mund shkojmë edhe në komandën e varg, o shkojmë atë te pjesa tjetër që janë atje edhe restorantet, angora e kumbën. Për ditët caktuara, domethënë kur nuk është ai fluksi, le të themi gushti, po janë këto muaj përpara. Nëse dikush o zot çfarë kohë të mirë, një mrekulli. Po, me mend të shkurtra sot. Nëse dikush e zgjedh që të festojë një ditëlindje, të ketë një rast. Po, ka raste. Tani që s'është ai fluksi i gushti, domethënë. Po, edhe në gusht me kanë vin, domethënë pjesa e migrantëve që kanë ditëlindje, kanë. Pra mund të festojë tu. Po, festojnë, begu, festojnë, domethënë kanë pas rastën deri te kanë shkuar te 80 vjeç. Po, edhe vete këtu? Po. Duhet të marrë DJ me vete, duhet të marrë apo e zgjidhni? E marrë mos e zgjedhin edhe me muzikë. Pra ka muzikë këtu. Ju janë lehtë të tjera do të DJ. Jo shkruaj, pra zgjidhet muzika këtu se kjo është shumë e rëndësishme. Se duan të bëjnë prenotime të zgjuara të gjitha ata që na. Si di ka që ti dalin diçka bukur. Diçka e mirë. Por edhe nëse do dojë të qëndrojë këtu në fundjavë, të zotët e Bujtinës kanë krijuar një shteg kaq mitik, i cili sidomos me shtimin e gjelbërimit bëhet akoma dhe më shumë i tillë. Shtegu lehtësisht i aksesueshëm për të gjitha moshat të nxjerrë në një balkon druri të punuar mjaft mirë, duke të përballuar me një imazh të pakrahasueshëm. Kur vjen këtu, nuk ngopen sy duke parë dhe ke një dëshirë të dëgjosh çdo tingull natyror. Edhe pse dekadën e fundit janë shtuar lundrimet në liçenin e Vaudejës, edhe nga subjektet e tjera, ai vijon të mbetet një liçen shumë pak i eksploruar. Pritet këtë vit, interesi të shtohet edhe më shumë, pasi vizitorët dëshirojnë gjithmonë vende të reja, ku pas lumit të Shalës, pikërisht ky liçen, me siguri do të jetë vendi i parë në listën e udhëtimeve në veriun e Shqipërisë. Një bujtinë e re, por e sapo vlerësuar mes 10 bizneseve në një aktivitet së fundmi në Teatrin Migjeni, për ruajtjen e natyrës dhe mikpritjes. Jam nga Norvegjia. Kurse unë nga Gjermania. Është jashtëzakonisht bukur këtu. Mali dhe liçeni janë në një harmoni të përkryer. Dhe kjo gjë më pëlqen së tepërmi këtu. Dhe ka mjaft ushqim të mirë. Ushqimi është i mirë, gjithashtu ka hapësira për të eksploruar dhe bërë ecje në zonën përreth. Vlen të theksohet koha këtu, e cila bën mirë dhe për trupin. Ne vendosëm të bënim një ndalesë këtu, gjë për të cilën nuk u penduam. Mëtej do të vijojmë për në Maltëzi. Për momentin po shijojmë çdo gjë këtu. And we really wanted to check it out, so it was worth going over the border. Yeah. E ndjej veten si në një parajs. I kemi të gjitha, malin, liçenin, një akomodin shumë origjinal. Ja vlen të rikthesh dhe ta vizitosh. Nice culture, definitely worth the visit. Yeah. Oh yeah, it's Do ju asugjeronim dhe miqve tanë këtë vend të bukur. Herën tjetër do parashikojmë të rrim më gjatë këtu. Këtu orët fluturojnë. Erdhëm në orën 9 të paradites dhe ja dreka mbërriti kaq shpejt. Në restorant ku fare mirë mund të drekojnë mbi 70 persona, portretet e dy figurave kryesore të historisë së kombit shqiptar, Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Nën Tereza, e hieshojnë vendin dhe dëshmojnë tiparin patriotik të këtyre njerëzve. Po ashtu nuk mungojnë as objektet muzeale, aq shumë të kërkuara për të parë nga vizitorët, sidomos ata që vinë të njohin dhe zonën.
Nga kuzhina vinë aromat e këndshme të gatimeve. Kuzhinierja na premtoi se për 20 minuta gjërat do të ishin gati në tavolinë. Dhe dyshuam, por gabuam. Shikoni sa ushqime të mira u përgatitën këtu. Prezantimin e tyre do e bëj Nikola, një djalë i zonës i punësuar që në ditët e para të çeljes së kësaj bujtine. Hajdeni këtu të bujtina ragam se ka gjëra specifike të gatuara me shumë dashuri dhe me një recetë që nuk e tregoj. Atëherë, një prezantim të vogël për gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur. Atëherë këtu kena përgatitur një tavolinë jo shumë madhe. Mund të them që mund të kena vetëm 1/4 e produkteve që ne shërbejmë këtu në restoran. Që do thotë 3/4 i keni ande akoma në menyn tuaj. Mbeten mister. Unë do vi një herë në javë. Që të provoj dhe ato të tjera për 4 javë. Morët vesh, domethënë këtu kemi vetëm 1/4 e gamës së gjërave që mund të bëjmë. Dhe e kemi fjalën për ato që bëjmë tradicionale. Sa ti po kërkove diçka që e gjen diku tjetër, ato po bashkë me to kush e di se sa shkon. Po ideja është të provojmë gjëra tradicionale. Atëherë, ne fillojmë gjithmonë me fillestarët, petohet me mjalë që nuk humën asnjëherë. Shërbejmë me djathtin, kena djathtin e dhis dhe djathtin e lopës, gjithmonë produkte të zonës. Pra i kemi këtu, nuk shkojmë kilometrazhet si themi ne zero. Domethënë i marrim ja këtu ku jetojmë dhe janë shumë bio, jo me ato kimikatet ose të porositura që s'di se çfarë ha. Janë të zonës bio. Kena bukën e grurit. Edhe kjo e gatuani vetë, nuk është se e bleni te furat e bukës edhe na vin ato riskat. Gjithashtu edhe buka misrit. Aroma që përhapet. Po ashtu. Dhe buka e misrit që bëhet këtu. Diçka domethënë që është konsumu ndër vite, vazhdon prapë të jetë traditë këtu. Okej. E bëni dhe me shëllir se ka që bëni, po. Mos u bëni marrë që është e periudha që i dashuruar mbas shëllirës. Okej, e provoni një herë bio, pastaj mund të kërkoni. Po, këtu është flia në raga? Po, kena sjellë pak risi. Kjo gjë shumë e mirë. Okej. Mrapa nuk mund mungojnë as mishi asnjëherë. Po. Kena vendosur me shfaq vetëm pak gjana më tradicionale, ku kena gjaket edhe mishin e thatë. Tani çfarë janë gjaket që ta marrim vesh edhe këtë emotim? Gjaket është si tip salami, mund ta çojmë që është gatuar të ndër vite, por mënyra gatimit e tij është krejtësisht e veçantë. Çfarë përdoret për ta mbushur? Jo, s'besoj siç bëjnë disa me plasmas, jo plasmas. Gatuar dhe mishin e derrit, po. Zora e derrit përdoret për mbushje. Kështu që ajo konsumohet shumë kollaj kur e ha. Nuk grihet, nuk bluhet, është gjithçka për në thik. Atëherë ajo ka ndjesinë e një mishi kur e ha. Kjo piqet, çfarë ndodh me këto piqet apo jo, mund të hahet konsumohet kështu? Për një farë kohë le në tën që thahet. A ka kaluar në këtë procesin përpara? Mrapa gatuhet në zgarr ose në forcë. Fantastike. Krejt mirë. Dhe mishi i thatë gjithashtu, thjesht i marinuar dhe i thanë. Okej, sepse tani është periudha që mishi i thatë shijohet më shumë. Kena zhiglat e derrit. Zhiglat e derrit. Pse kam edhe me zhiglat? Zhiglat çfarë është ajo? Pjesa e mishit të prerë në kubika? Zakonisht janë gatuar sapo është mbyt derri. Sapo mbyt derri, këto gatuhen, mishi le të zihet në lanën e vet. Deri në një farë pike që mishi është i gatuar. Okej, nuk është aq e thjeshtë, domethënë kalohet me këto proceset e tjera. Nuk mund të trim pa përmend edhe peshkun, këtu kena sharmakun e liçenit. Pra që merret këtu, po në periudhën e peshkut besoj zihet peshk edhe më shumë këtu. Pra ju mund të merrni çfarë do peshku lidhet u afër. Ne domethënë nuk kena shtyr asnjë produkt tjetër përveç produkteve të liçenit këtu, kena troftën, krapin dhe sharmakun. Pra i kemi vetëm këto tre llojet i kemi. Pra kur është sezoni i tyre, domethënë ne i marrim edhe ato dhe i përgatisim për gjithë këto për sot kena përgatitur me sharmakun. Po thamë 1/4. Ato 3/4 ishte trofta edhe krapi, edhe qoftë. Troftën e kena këtu, po e kena në një mënyrë pak më moderne. Trofta është kjo këtu, kujtohet se është bukë kjo. Jo. Që është shumë e veçantë. Ndërkohë që aty në fund kemi baklava, po do ta tregojmë pastaj. Jo, është revani. Pite zhele quhet. Si quhet? Pite zhele. Këtë se kisha dëgjuar. Prandaj ja vlen të vish. Se ka gjë, edhe e mërtime do pëlqejnë. Kjo ishte xhaka që mos ta harroj, ëh? Xhaka. Okej, më pëlqen që dhe shikoj edhe qepët, ëh? Se të shio, kur ha këto gjyra kështu pikante, qep, tani një çum çakez mrapa dhe mos zuan poni për herën e qepës. Po ja vlen se është vendi këtu. Mirë, më ke bërë shumë kureshtar për peshkun, do doja të lironim pak vend për peshkun edhe ta mësonim se si funksionon. Tani
është ky momenti final që ne kemi troftën këtu, që ti the troftë, unë mendova se është buk, më shpjego pak lutem. Këtë e kena qujtë trofta në shehun, për arsyen që nuk dallohet trofta askund. Kjo trofta është e pjekun në krip, por sekreti i saj është që nuk merr as pak nga kripa që është mbuluar. Që do thotë ajo shtresa që është sipër është e gjitha krip, nuk është miell? Vetëm krip që bëhet interesant, këtë nuk e kishim para skund. Dhe si hapet ose si konsumohet, jam shumë përreshtare. Po. Sa bukur. Po çfarë i hodhe? Ç'ishte ai lëngu? Ajo është alkool. Alkool, ë? I hidhet sipër kripës dhe ajo me një herë ndizet. Po. Shumë interesante, ja ku duket kripa tani. Pra këtu brenda ne kemi një troftë të liçenit këtu, e cila rrethohet nga kripa. Nuk do t'rregoj më shumë, po të vinë vetë këtu edhe të pyesin kuzhinierën. Po e fiki pak dhe se ta pasër. Klientët zgjedhin ta bëjnë këtë proces vetë? Apo kanë nga ata? Kanë nga ata që dëshirojnë që ta bëjnë vetë, po dhe ju i rini gati, domethënë, që ta bëj kollaj. Pra lëkura i hiqet lehtësisht nga kjo mënyrë të pjekurit dhe është pjekur shumë mirë në brendësi, ë? Krip në brendësi nuk do të ketë, kam përshtypjen. Jo, nuk ka në brendësi krip. Pra dhe mësojmë edhe mënyrën se si pritet, që ta kemi më kollaj, pastaj ta vendosim në pjatë, sepse ju e dini që ne si klientë duam dhe anën estetike të asaj që na serviret në pjatë. Pasi e vendosim në pjatë, pra ne po vendosim një pjesë të troftës në këtë moment, ajo mund të shoqërohet me çfarë? Atëherë, këtu kena një përzimje, që bëhet me vaj ullimit, me pak erza dhe me limon. Kjo jep edhe shumë shije. Dhe kështu e shijojmë edhe më mirë, sidomos me bukën e misrit apo bukën e grurit. Aroma mirë e troftës tu, ja, macet filluan të mjau. Jemi në bujtin, macet patjetër që do të ketë. Pastaj macet thuhet që sjellin shumë fat. Do provojmë pak me pirun se si ka dalë. Ne jam shumë përshtatshëm. Do të provojmë këtu me këtë me vaj, me këto gjëra që i përdorim. Sa një aroma shumë e pjekë fantastike. Fantastike. Mos e lini pa provuar, se ishte një troftë. Troftë e mshehur. E mshehun, ai zbuloheni këtu, e mshehun në krip. Por më pëlqen dhe përqindja e kripës, sepse për momentin duket se gjithë e krip, se të çdo am, më thënë kripën e paska tamam, edhe pse nuk i hidhet brenda, po i thënë, do mjeshtërinë e vet, tani ç'po bëjmë, dhe unë si kuzhiniere po bëj, hyrë shënduar. Surprizat në bujtinë Ragam nuk kanë të sosur. Ne menduam se do të ishte një pushim shumë i shkurtër për një kafe, por janë kaq të zotë ata që e kanë këtë bujtinë sa të ofrojnë një mori shërbimesh, një gamë shumë të gjerë të tyre, që ti gjithmonë thua, po prit, s'janë vetëm për kafe, janë për një drek, po pse jo edhe një darkë shumë të mirë. Është bujtina që ofron me komoditetin e saj ambiente të mrekullueshme, ashtu siç i treguam edhe gjatë reportazhit. Dhe atëherë kur na u duk se i mësuam të gjitha, na thanë, jo prit, se kemi dhe një monopat të vogël, i cili edhe tani në dimër ishte po aq i bukur, ato lulet e para që kishin çelur,
por kur mësuam që gjatë verës për shkak të kurorës së gjelbërt krijohet një tunel i errët, pra jashtë tunelit ka një ndriçim të jashtëzakonshëm, por në brendësi kalon në një situatë mitike, zëre se je në ndonjë prall nga ato të kohëve të kaluara dhe përfundon në këtë balkon të mrekullueshëm. Ne kemi lëvizur shumë herë në brigjet e liçenit të Vaudejës, kemi ardhur shumë herë në njësinë administrative Gurizi, sidomos Ragamin e kemi shumë për zemër dhe do dëshiroja që gjithë teleshikuesit ta kishin për zemër ashtu siç e kemi dhe ne, por këtu te ky balkon i ri që ka krijuar Bujtina Ragam është parajs më vete. Shfaqen para syve të tu një imazh mbreslënës, janë brigjet e mrekullueshme, format gjeografike të reliefit këtu janë me të vërtet një parajs e vërtet. Do e sugjeroja për të gjithë teleshikuesit, jo vetëm ata që na ndjekin nga Shkodra, nga Shqipëria, por edhe në rrjetet sociale ku na ndjekin shqiptarët jashtë kufive të atë, të cilët gjithmonë mendojnë se ku do t'i kaloj pushimet dhe ne do t'ju sugjeronim pikërisht këtë vend. Jo vetëm për atë që ofron, jo vetëm për peizazhin shumë të mrekullueshëm, por është një vend tek i cili shkohet vetëm për 15 minuta larg qytetit të Shkodrës. Dhe duke qenë se Shkodra ofron një pafundësi vendesh turistike ku ju keni Thethin, keni Razmën, keni Bogën që i përkasin dhe Bashkisë Malësie Madhe, pra Shkodra ka një pikë strategjike të mrekullueshme për të vizituar shumë vende brenda atyre 2 javëve që ju qëndroni në Shqipëri, por të vish për 15 minuta, pra vetëm 12 km larg qytetit të Shkodrës dhe të shijosh të gjitha këto elemente që ne i pasqyruam në këtë reportazh, mos e humbisni, merrni parasysh këshillën tonë dhe dëshirojmë që kur të vim në verë, pse jo të gjejmë këtu, të marrim një opinion edhe nga ju. Shihemi sërish. Kjo pra ishte historia e Kullës, e cila u kthye në Bujtinë. Ne përgëzojmë çdo emigrant i cili mendon për vendindjen, i mban lidhjet e forta për vendindje dhe në këtë rast kishim të bënim me Florian Ahmada, i cili aktualisht jeton me familjen e tij në New York, por ja që kujtohet vazhdimisht për vendindjen, vjen, investon e kthen Bujtinën Kullën e dikurshme në funksionale dhe njerëz punson dhe mjaft banor të Ragamit. Ne do të vijojmë me materialin e dytë, një reportazh dhe shumë interesant. Me siguri ju keni kaluar në atë rrugë që na shqetëson dhe na vjen keq që ende nuk është investuar për të shkuar deri tek Lumi i Shalës, kemi fjalën për segmentin që përshkohet nga Vaudejës deri në Koman, megjithatë përmirësime në këtë rrugë janë bërë, por ne do t'ju sugjerojmë një vend tek i cili ne kalojmë të gjithë, pa përjashtim kalojmë aty, por nuk na e merr mendja se është kaq e bukur, kaq e veçantë. Ajo është ndër të parat Bujtina në Koman që është ndërtuar. Dhe të zotët e kësaj Bujtine me shumë të drejtë mund të themi që janë të parët që promovuan lumin e Shalës. Po kjo është shumë e vërtet. Kanë qenë ata që TV1 Channel, një pjesë të stafit të emisionit Pushosh Shqiptarçe, na kanë çuar deri te lumi i Shalës dhe pas transmetimeve që ne bëm vazhdimisht në TV1 Channel, u krijua një emër shumë i mirë i zonës dhe kështu dashur pa dashur lumi i Shalës filloi të bëhej i njohur. Po pikërisht pronarët e Bujtinës që gjenden poshtë këmbëve të urës së Komanit kanë qenë ata iniciatorët për ta bërë të njohur lumin e Shalës. Ne do të sillim një imazh shumë bukur se çfarë pune kanë bërë ata, pasi dëshirojmë që jo të gjithë të kenë destinacion lumin e Shalës, por shfrytëzoni edhe rrugën për të shkuar deri aty. Mund të ndaleni për një kafe, për një drekë, bile aty ka shumë francezë, gjerman që ndalen dhe qëndrojnë më shumë se sa një ditë. Se si është ai vendi, shikoni pak këtu te reportazhi jon dhe pastaj shkoni nga afër, ndiqeni, shijoni dhe do të mbeteni shumë të kënaqur. Udhëtimet të rigjenerojnë shpirtin, i japin kuptim pushimeve, të cilat mezi priten nga kushdo që ka kaluar një vit të lodhshëm. Dhe sapo e gjejmë mundësinë për arratisje nga e përditshmja, zhytemi të gjejmë informacionin se ku mund të shkojmë dhe kalojmë ditët tona të relaksit. Kërkimi merr kohë, zakonisht na dalin që i kemi parë një herë ose vende që kanë një fluks i jashtëzakonshëm pushuesish. E kështu në kërkimet tona, që nuk e kishim menduar se do të na merrnin kaq shumë kohë, fillojmë dhe mërzitemi.
Por nëse na ndiqni neve në këtë reportazh, po ju arindezim shpresën për një aventurë të re që ndoshta nuk e kishit e imagjinuar se qëndron pikërisht këtu, poshtë urës së Komanit. Në fakt jemi mësuar të shohim subjekte të vendosura, buz detit, më radh buz një lumi, të shohim në shpatë malesh, apo strukur në një kodër të gjelbëruar. Te njëra do të na mungon të freskia, te tjetra prezenca e ujit, pra vështirë që të gjenim të gjitha kushtet një herësh. Dhe ja ne, ju kemi gjetur një vend as pak luksoz në duke, që ju të mos trembeni nga çmimet, por që i ka të gjitha gjërat e duhura të përqendruara në një vend. Vërtet që ndodhet poshtë urës së Komanit, nga ku dhe ka marrë emrin Bujtina ura e Komanit, por gjeni gjërat ideale për t'u dashuruar me këtë vend. Është pikërisht vendi ku bashkohen ujërat e liçenit të Komanit me ato të Vaudejës. Të kënaq gjithë kjo sipërfaqe ujore e ndodhur mes maleve që e rrethojnë e ku mes tyre është ndërtuar pikërisht ky oaz i gjelbërt. Bujtina ura e Komanit nuk është ndërtuar së fundmi. Ajo ka 24 vite që ushtron aktivitetin e saj këtu. Bile ajo ka qenë ndër ndërtimet e para në formën e një kampingu natyror që njerëzit e thrasin Kamping Natyra. Ka qenë një vend totalisht i shkret, ku askujt nuk do t'i kishte shkuar mendja se mund të transformohej. Por kjo donte këmbgulje dhe vullnet, tipare që i kishte Mark Deda, i mbështetur edhe nga familja e tij. Me punën që është ba, ndërtimet gjitha këto pemë janë mill para 23 vitesh, 24 vitesh. Edhe arritëm ta kthejmë janë një punës si tonë, një gjelbrim për pushuesit që mund vinë, që mund pushojnë rahat. Është dashur një punë kolosale për ta kthyer nga një vend të gurtë me zall në një vend plot pemë që gjelbërojnë dhe krijojnë një freski të jashtëzakonshme për çdo vizitor këtu. Dhe kësaj freskie i bashkohet edhe flladi i lumit pranë. Ky gjelbërim është thirrja e parë për çdo vizitor këtu, i cili pasi është lodhur pak nga rruga, kërkon të freskohet, të pushoj pak, të marrë veten e të vijoj më tej. Pak nga pak vendi u zgjerua dhe u krijuan ambiente të favorshme, diktuar edhe nga kërkesat e vizitorëve, kryesisht atyre të huaj, të cilët më së shumti u thojnë me kampri, mjete që ndryshe themi me shtëpi me vete. Kjo ka të përmasa për 4.000 metra katrore, pa që mund të pushojnë rreth 40 veta. Në mund të sigurojmë në hotel. Për makine kamperat, këto mund të pushojnë rreth 50 makina. Këtu mund të strehojnë deri në 50 kampri, po ashtu për vizitorët e tjerë, ka dhoma në dispozicion që ta kalojnë natën këtu, të pushojnë dhe kemi bindjen se do të zgjedhin të qëndrojnë edhe më gjatë, ashtu si ky çift simpatik nga Gjermania, të cilët e kanë marrë me nge dhe nuk nxitojnë të vazhdojnë në udhimin e tyre. E nisëm nga një prezantim i vogël. My name is Ahad. Emri im është Ahad Cifrit dhe jam nga Gjermania. Oh, well. Emri im është Kristina nga Munich, Gjermani. Hera para që vini në Shqipëri apo jo, keni ardhur dhe herë të tjera? Hera parë. Si e keni marrë informacione për të ardhur këtu? Çfarë dinit më përpara për Shqipërinë? Well, we are thinking about. Actually, we had. Plani ishte të bënim një udhim të vogël këtë vit, sepse ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 6 javë vitin e kaluar. Pastaj po kërkonim për ndonjë hotel në plazh. Menduam se këtu ishte një shtet shumë i mirë për të marrë një makinë me qira dhe për të lëvizur në këtë shtet. Po vendin këtu si e gjeni? A është një vend i përshtatshëm për të ardhur me kampri? It's a nice place. Është vend i mirë. Është i qetë, çdo gjë thjesht, e rehatshme këtu. Comfortable. Nga këtu ku do vazhdoni? Ku do shkoni prej këtu? Oh, we haven't made up our minds yet. Maybe we go to Tet.
Akoma nuk e kemi vendosur, po ndoshta do të shkojmë në Theth, në Male, por akoma nuk e kemi vendosur. We haven't made a decision yet. Si ju duket vendi në cilin ndodheni dhe kur keni ardhur këtu? Oh, 2 days ago. Para 2 ditëve kemi mbërritur në Shqipëri. Ju pëlqen vendi këtu? Çfarë të pëlqen në këtë vend këtu? It's quiet and we are looking forward to Është qetësi dhe duam ta ndjekim rrugën drejt lumit Shalës. Jemi të gëzuar dhe emocionuar që do shkojmë. Uji është i pastër dhe më pëlqen qetësia këtu. It's quiet. Yeah, that's the most important thing for us. Okay. A e patët problem me rrugën për të ardhur deri këtu? Pra rrugën e Komanit e patët problem që ishte një rrugë e vështirë? Let's say it was pretty adventurous. E ishte një rrugë shumë për aventurë. Ishte si një sfidë. It was a challenge. Në gjysmë të rrugës menduam të ktheheshim, por vendosëm të vazhdonim. We took the challenge, so we did it. Okay. Ja vlen pushimet në Shqipëri? Ja vlen që të vihet në Shqipëri dhe pse ja vlen pushimet në Shqipëri? Kanë kosto më të ulët, kanë vende të reja për ju? Çfarë konkretisht? To discover a new country for us. We haven't been here, so to see people, to see Ja vlen për të parë njerëzit, vendet këtu. Kemi të bëjmë me një vend familjar. Për të parë këtë shtet, shka të re për ne. Pra, për të parë vende të reja. Kjo është gjëja më e rëndësishme për ne. to see new places. That's the most important thing for us. Ta kaloni sa më mirë pushimet mbarë në Shqipëri dhe të vini sërish. Shkëmbinde avi bukurin e vetë, Gjerbrembi e bukurin e vetë, Liçeni e bukurin e vetë. Vizitorët në bujtina ure e Komanit janë të lirë të zgjedhin nëse dëshirojnë ta sjellin ushqimin me vete apo të provojnë gatimet bio këtu. Këtu ishte pjesë e madhe marrë ushqimit me vete, por që këtu mund t'i gjejnë për thuj se gjitha ushqimet tradicionale të zones. Që ishte mishi përligut, të suprat, edhe si pas dëshirës të rritë mund përgatiten edhe mund të servijojnë edhe gjana si disa rrinë me kajdi, 2, 3, ndoshta me jau. Për fat të mirë, familjarët tashmë kanë krijuar lidhjet e tyre në fshat, nga ku marrin prodhimet bujqësore e blektorale, por prodhojnë edhe ata të tyre të mjaft cilësore dhe të shijshme. Kryesisht mishi kecit, mishi gicit, mishi viçit, edhe produkte tjera, si thonë pula që rritet vetë pothuajse së natyrës. Ardhja këtu mund të shoqërohet me variacione të shumta. Mund të ngjitesh në Bjeshk apo të shohësh varrizet e vjetra të Komanit me një vlerë tepër të madhe kombëtare. Mund të lundrojmë nga këtu për në liçenin e Vaut të Dejes dhe Anasjeltas, të vijojmë më tej për në lumin e Shalës, një vend që vitet e fundit është bërë kryefjala e turizmit shqiptar e të tjerë. Por imagjinoni këtë vend si një pikë e mirë referimi për të bërë të gjitha këto. Disa zgjedhin të qëndrojnë buz liçenit, ku dhe kërkojnë të u shërbehet dreka, të tjerë të pushojnë në dhomat e freskëta, të cilat janë të tilla edhe në këto ditë të nxehta qershori. Po vinë shumë me motora, vinë kështu me vetura edhe kryesisht 50% kërkojnë natyrën për të pushuar jashtë me çadra. Çadrat i sjellin me vete, kryesisht janë pak që kërkojnë çadra këtu, por që gjithmonë i sjellin me vete. E ndërsa udhëtarët që vinë përmes rrugës së Komanit në bashkinë e Vaut Dejes ndihen të lodhur, fare mirë këtu, qoftë dhe autobusët, mund të ndaleshin. Shpesh ata presin shumë në kalat të diga, pasi rruga në hyrje bllokohet për shkak të fluksit dhe mungesës së parkimit. Ndërkohë që këtu mund të qëndrohet qoftë dhe pak orë për të shmangur fluksin atje. Këtë punë e ka ndorë bashkia, ka ba parkingjet, nuk ka asnjë rregull, kanarët kanë marrë edhe firmat biletësponësisht, që nuk lejon makinet me ndaj se bllokohet rruga me 100 herë, që ndoshta sikur vdesin njëri, nuk mund dalshin kalat. Pra këtë ka ndorë gjithmonë bashkia për të bërë rregull. Allah dhe sot nuk kanë vendosur asnjë gjë. Pra, ne rrim bosh, makinat ikën sipër bllokohet kalata, disa ka policia Shkodrës për të shbllokuar kalatet. Ka që një pargullësi e jashtëzakonshme, sidomos nga hyrja e tunelit deri pothuajse te postbllokut që nda postbllokut i policisë. Një arsye se përse mund të ndaleshim këtu është edhe një fakt i pakundërshtueshëm. Mark Deda ka qenë banor i parë në Koman, por dhe më gjerë
që e bëri të njohur lumin e Shalës. Rreth 14 vite më parë, teksa u ndalëm këtu pas gjerimeve të një reportazhi me piknisje nga Vaudejës, ai na sugjeroi të shihnim një vend të ri, që as Marku nuk e dinte se ekzistonte, por ishin 3 çek që e kishin drejtuar pa kohë më parë atje. Ndoshta si që është zbulu, se edhe mu për vete, ma kanë zbulu çek edhe polak. Se ku bjen lumi Shalës. Po që edhe vetë nuk e kisha ditë. Po kur kam pa një mrekulli, atëherë kena vazhdu me turista, e kena shkuar se kërkoshin e vetë se ku bjen ky vend. Atëherë erdhi duke zëru, por që ashtu në Harres, linja Vaudejës Koman edhe Rogam Koman. Pra që mund tjetë në ashtë një bukuri prep ma rrallë se sa ajo e Koman Lumi Shalës. Po, më bëre përshtypje gjatë rrugës, shiko këtu, shiko aty, bile kishin lullzuar edhe disa bujtina gjatë rrugës, Po kanë fillu me shtu njerëzit, por që mund tjetë më bukur udhëtimi me licencë sa me makina. Në emisionin Pushosh Shqiptarçe, një vit më parë ne realizuam një lundrim nga Ragami në liçenin e Vaudejës për të mbërritur në liçenin e Komanit dhe përjetuam emocione të jashtëzakonshme duke zbukuruar vende të reja. Të gjitha ato erdhën bukur në emision edhe si një sugjerim i ri për udhëtarët që shkojnë drejt lumit të Shalës. Ata mund të shmangin rrugën me makinë dhe shijojnë lundrimin me varg ose anije. Imagjinoni një orë me lundrim dhe ju mbërini në Koman, e mëtej një pushim relaksues pas lundrimit pikërisht te bujtina ura e Komanit. Po edhe sikur rruga të ishte, unë kam përshtypjen se shfrytëzimi i lundrimit do të ishte shumë i bukur. Shfrytëzimi i lundrimit do të jetë shumë më i bukur se sa mund gjesh vende për pushime, ndoshta jo për një natë, po edhe një javë, edhe ditë. Po pra, e di që që mund ta kërkojnë njerëzit për pushime më mirë se sa për ditën. Unë po mendoja këto nisjet e grupeve të mëdha, se ti the këtu 50 kampera, nisjet e grupeve të mëdha nga Gurizi. Për të ardhur dhe lundruar deri këtu. Edhe pasi kanë parë një mori vendesh, a nuk do ishte mirë të pushoni, qa presu dhe këtu ku po të marrë intervistën dhe të shionin sa gatime bio, pra të merrnin forcat për të pasur rrugën e kthimit. Se kështu e kanë shqiptarët, duhet ketë një pikë fillim, një pikë fundi që të duket si një sfidë plotë e madhe. A do të ishte mirë një lundrim i tillë? Lundrimi i tillë kanë filluar, po thuaj se vitin që kaloi, edhe vazhdon normalisht, por që klienta ka më të pak se sa ke parasysh Lumi Shalës ose Valbona e tjera. Sepse nuk është vënë la në çarkullim. Të plot. Ka nevojë dhe pak promovimi, ka nevojë që ju të flisni për këtë gjë, edhe të thoni që është shumë e bukur se njerëzit shikojnë vetëm postimet e agjensive, por vetë agjensitë duhet jenë më aktive në këtë, të sillen diçka të re për klientët e tyre, duke e filluar lundrimin në liçenin e Vaudejës. Në qoftë do bëni një herë këtë rrugë me lice, ndoshta mund ta bëni disa herë më shumë. Sepse është një mrekulli. Unë e kam provuar vjet, kemi bërë një emision për këtë, edhe do donim vazhdimisht ta promovonin se është me të vërtetë një mrekulli. Në fakt, teleshikuesit nuk duam t'i bëjmë pesimist për rrugën. Punime për rikonstruksionin e saj po vijojnë dhe ngerçi për shumë vite duket se po shkon drejt zgjidhjes. Por për të shmangur punimet gjatë rrugës, edhe pse aventurat e përfshin këtë, ju fare mirë mund të zgjidhni krahun e lundrimit Ragam Koman përmes liçenit të Vaudejës. Një familje me energji mjaft pozitive do ju pres në bujtinën ure e Komani, që ashtu si dhe emri ndodhet pikërisht poshtë kësaj ure. Ato që vinë tu, besoj që nëse vini herë do vinë ndoshta disa herë tjera që do dalin shumë të klasë. Dhe ndërsa kemi vizituar gjithë bujtinën, familjarët Deda na ofrojnë një drek me gatime tradicionale, ku gratë këtu janë kuzhinierë të vërteta dhe me duar të arta. Është ajo që thamë ne pak më përpara, gatimet bio, tradicionale të zonës, që ti i përgatite kaq shpejt dhe unë thash, kur e gjeti kohën, kuzhina këtu tek Marku ti bënte gjërat kaq gati. Pra ne këtu kemi mish shkeci, ë? Mish shkeci, mish i pjekur furr, ka dhe mish fërligut aty pathuajse pjekën hell,
Pra këto i gjenë çdo ditë të verës që të vinë. Po tu që janë zakonshme, traditë. Dakor, bukur. Dhe këtu kemi një byrek që unë s'ma mori mendja se dhe byreku do ta bëje për kaq kohë që erdha unë. Po byreku. Ky është byrek me është tradicionale. Tani e ka gatuar gruaja jote dhe unë e pash ishte zonjë grua ajo, me siguri mjeshtre në gatim. Atë keni shefin e kuzhinës, e? Atë kemi shefin e kuzhinës, që thotë që për e mashu kuzhinës. Bukur, edhe të ushi që i gatuani vetë, patatet, salata, djathi këtu afër, të zonës, për të zonës të gjitha, sa mrekulli. Edhe sa të shijon ushimi këtu në ajrin e freskët, me një shoqëri shumë të mirë që ndodhemi këtu në tavolinë. Me atë qetësinë, edhe çfarë më pëlqen këtu te lokali jot, shkon te lokalet e tjera që fusin një muzikë tallava dhe unë e urrej për vdekje. Dhe sa këtu dëgjon të gjitha cicerimat e zogjve dhe të gjitha tingujt natyral. Prandaj është relaks këtu. Po thuj se muzikë nuk e kemi shumë me qef, edhe po thuj se edhe thujt kërkojnë bashkë shumë një qetësi. Po qetësi, jo të gjithë. Po thuj se nëse ndez në muzikë do të sa më lehtë, sa më qetë. E kuptoj. Tani kur llogaris sa vite jemi në tavolinë dhe sa ushqim ke sjell ti, sa kile do shkojmë ne në Shkodër? Apo nuk shëndoshemi kaq shpejt? Do në kohë për të shtosh. Do në kohë, Do të bëjavë me 10 diqa për 10 diqa. Por do e shijojmë me të vërtet jashtëzakonisht mirë dhe janë një arsye përse mund të vihet tek Bujtina ura e Komanit. Ne i shpjeguam dhe gjatë intervistës tonë, pamir kanë folur vetë një relaks i jashtëzakonshëm, ka ardhur koha të krijojmë destinacione të reja, edhe pse vendi këtu ka shumë e shumë vite, por për ju të gjithë që orientoheni drejt digës së Komani për të shkuar te lumi Shalës dhe për të bërë pjesë e një fluksi të papar njerëzish, hajde qetësoni një herë këtu. Dhe jam shumë e sigurt, nëse e menduar për një orë, do i ndryshoni edhe planet, do qëndroni shumë më gjatë këtu. Bile nuk është çudi që të vini nga Shkodra apo nga anës dhe ti planifikoni pushimet këtu. Mund të vini me kamper, mund të vini me çadra, që e tham edhe më përpara, dhe të kënaqeni. Lumin ose liçenin e kanë shumë afër aty. Po ishte buzë bukur, nuk është i thellë, tani nuk ishte edhe shumë ujë, i rehatshëm edhe për fëmijët. Po ndrojnë. Kujdes, kush është me zemër tani, s'mbajnë përgjegjësinë. Mos hynë të liçenit, është për të pi. Nuk është çudi që aty të deportoj dhe ndonjë peshk Luçi Perk. Nuk e kam dëgjuar fare këtë emër ata. Është Luçi Perka, është trofta, të dyja. Bukur, Luçi Perkën do i dallojnë, se Luçi Perka shkëlqen si sermi, e bukur si pasqyra. Janë peshk gabiçar, po janë shumë të shiqur. Po jo të dëmshëm për njeriu, se tremen ca. Nuk është peshka qeno, jo. Kështu që janë peshqit më të mirë për ty se të luvevet. Okej. Unë të falenderoj, do e shijojmë këtë që keni gatuar dhe shpresojmë të shihemi shumë shpejt sërish. Shumë faleminderit për ardhen tuaj herë. E mirë se të vini e të mirëpritur pothuajse çdo lloj kohe. Këto pra ishin dy reportazhet që ne kishim përgatitur për sonte. E kemi nisur fillimisht me Bujtinën Ragam, e gjeni 12 km larg qytetit të Shkodrës, në fshatin Ragam. Tabelat do t'ju orientojnë mjaft mirë për të shkuar deri aty. Mos mendoni pushime vetëm një ditore, mund qëndroni më gjatë me nisjen e lundrimeve, fluksit të tyre, sepse lundrimet kanë vazhdimisht. Ju jepet mundësia të eksploroni dhe zonën përreth, prandaj ndiqeni këtë buji që ne referuam në emisionin Pushosh Shqiptarçe. Për të vijuar më pas me reportazhin tjetër dhe ai shumë interesant, Bujtina ura e Komanit, do ta gjeni poshtë këmbëve të urës së Komanit teksa shkoni te lumi Shalës. Prandaj, nëse shkoni te lumi Shalës, mos i lini ato orare fiks me nisjen e tragedit. Ndaluni një herë. Nëse jeni me makinat tuaja, pasi gjërat janë të organizuara dhe grupet mund të ankohen, agjencitë na çojnë direkt te diga, pastaj aty marrin lundrimin dhe nuk e kemi mundësinë. Agjencitë vetë le të ndjekin një program tjetër orientimi se si mund t'i lënë vizitorët të tyre edhe në pikat të tjera turistike. Do t'ju falenderojmë për këtë gjë, pasi do të shtoni dhe ju klientelën tuaj teksa ju sugjeroni disa pika ndalesa në udhëtimet që realizoni. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.